normës së papunësisë në Ballkanin Perëndimor, e cila në fund të vitit 2025 shënoi 10.6%. Krahas rënies së papunësisë, kemi dhe një rritje të pagave për sa i përket pagave në sektorin privat dhe në sektorin publik. Kemi një rritje të pagës mesatare për gjatë 3 mujorit parë të vitit 2026 në masën 935 euro dhe krahasuar kjo me pagën mesatare për gjatë 3 mujorit të vitit 2025, e cila shënoi vetëm 831 euro, kemi një rritje me mbi 100 euro të pagës mesatare në vend për gjatë këtij 3 mujori. Paga mesatare në sektorin publik ka arritur në masën 1094 euro, ndërkohë që paga mesatare në sektorin privat ka arritur në 871 euro në fund të 3 mujorit parë të 2026, nga 753 euro që ka qenë në fund të 3 mujorit të vitit 2025. Nga ana tjetër, fal edhe masave të marra për formalizimin e punësimit në sektor kyç të ekonomisë, vjet re që kemi një rritje të numrit të punojësve të cilët kanë pësuar rritje pagash, pra drejt fashave me paga më të larta. Kemi një rritje të numrit të punojësve që përfitojnë paga nga 70.000 lek deri në 100.000 lek dhe kjo rritje është me 14.6% krahasuar me qershorin e vitit 2025. Sikundër për ata punojës të cilët përfitojnë paga midis fashave 100.000 lek dhe 120.000 lek të reja, rritja është më e madhe, është 25.3% krahasuar me qershorin e vitit 2025. Nga ana tjetër, Shqipëria vijon të regjistrojë shifra të larta për sa i përket investimeve të huaja direkte. Për gjatë 3 mujorit parë të vitit 2026 kemi një rritje të investimeve të huaja direkte me 11.8% ose 404 milion euro më shumë se sa 3 mujori i vitit 2025. Vendet që kryesojnë janë Austria në vend të parë, Italia, Holanda, e ndjekur më pas nga Turqia dhe Kosova. Në lidhje me kreditimin e ekonomisë, shifrat tregojnë një zgjerim të kreditimit për gjatë 5 mujorit parë të vitit 2026, e cila në fakt mbështet investimet, konsumin, por edhe aktivitetin ekonomik në vend. Kemi një rritje të kreditimit të ekonomisë me mbi 1 miliard euro krahasuar me 5 mujorin e vitit 2025, ku në fund të muajit maj, për herë të parë, kemi regjistruar një stok total të kredive në masën 10.2 miliard euro. Për sa i përket ecurisë së buxhetit, të ardhurat totale të realizuara për gjatë periudhës janar-qershor 2026 arritën në masën 410 miliard lek, me një realizim 105% të planit të periudhës, ose, e përkthyer ndryshe në terma monetar, 44.5 miliard lek më shumë. Ky parashikim në fakt të kalon edhe objektivin e vendosur në realizimin e të ardhurave në planin e strategjisë afatmesme të ardhurave, një plan që, siç e dini, është dakordsuar edhe me partnerët tanë ndërkombëtar. Ky në fakt është një sinjal i qartë për sa i përket forcimit bazës ekonomike në vendin tonë. Për sa i përket realizimit të shpenzimeve buxhetore për periudhën janar-qershor 2026, ecuria ka qenë e kënaqshme. Kemi një realizim të përgjithshëm të shpenzimeve publike në masën 357.8 miliard lek, me një realizim të planit në masën 97.4%, ndërkohë që shpenzimet e përgjithshme publike krahasuar me 6 mujorin e vitit 2025 vinë me rritje me 24.8 miliard lek, ose rreth 250 milion euro më shumë shpenzime publike për gjatë këtij 6 mujori, krahasuar me 6 mujorin e vitit kaluar. Edhe shpenzimet kapitale gjithashtu vinë me rritje për gjatë këtij 6 mujori, kemi një rritje me 10.2% krahasuar me 6 mujorin e vitit 2025, ndërkohë që në total shpenzimet kapitale për këtë 6 mujor janë 36.8% me një realizim 103.8% të planit të periudhës. Për sa i përket shpenzimeve korrente, shpenzimet korrente kanë një realizim në masën 96.7%, duke kapur një total prej 321.1 miliard lekësh dhe krahasuar me 6 mujorin e vitit 2025 kemi një rritje me 21.4 miliard lekë. Në lidhje me performancën e tatimeve dhe të doganave,
Në total të ardhurat nga tatimet, doganat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore janë mbledhur në masën 359.3 miliard lek. Kemi 7.1 miliard lek më shumë të realizuara se sa plani i 6 mujorit 2026, ndërkohë që nëse do të krahasonim 6 mujorin e vitit 2025, kemi mbledhur rreth 300 milion euro më shumë se sa 6 mujori i vitit të kaluar. E gjithë kjo arritje në fakt vjen si rezultat i mirë administrimit tatimor dhe doganor, dhe në qoftë se do të bëjmë një analizë totale për gjatë vitit 2025-2026, kemi mbledhur në total 1.2 miliard euro më shumë se sa viti 2024. Pra kemi një rritje domethënëse të ardhurave tatimore dhe doganore, dhe kjo jo si rezultat i rritjes së bazës së taksave, jo si rezultat i rritjes së barës fiskale, por si rezultat i mirë administrimit tatimor dhe doganor dhe fal edhe implementimit korrekt të strategjisë afatmesme të ardhurave. Në lidhje me zhvillimet ekonomike dhe përsa i përket aktivitetit ekonomik të sipërmarrjeve shqiptare, kemi një rritje të qarkullimit të bizneseve, pra të xhiros së deklaruar, për gjatë këtij 6 mujori krahasuar me 6 mujorin e vitit të kaluar, xhiro e deklaruar është rritur me 7%, e përkthyer në terma monetar kemi 1.3 miliardë euro më shumë të deklaruara nga bizneset shqiptare. Kemi rritje të xhiros së deklaruar në gjithë sektorët kryesor të ekonomisë tonë. Kemi rritje të xhiros së deklaruar në sektorin e tregtisë me 10%. Kemi rritje të xhiros në sektorin e ndërtimit me 9%, në sektorin e prodhimit me 2%, në sektorin e shërbimit me 4%. E gjithë kjo në fakt vjen si një kombinim i zhvillimeve ekonomike në vend, vjen si rezultat i formalizimit të ekonomisë, por pa diskutim edhe si rezultat i rritjes së konsumit në vend, që mbështetet natyrisht nga paga më të larta, por edhe nga një punësim më i lartë në vend. Në lidhje me numrin e bizneseve të regjistruar, në fund të qershorit kemi pasur në total një numër prej 148.270 biznesesh ose subjektesh të regjistruara pranë administratës tatimore. Kemi një rritje të numrit të bizneseve krahasuar me 6 mujorin e vitit të kaluar me mbi 12%, çfarë në fakt të reflekton edhe klimën e biznesit ose të bërit biznes në vendin tonë. Tani dua të ndalem pak tek nismat e paketës fiskale që miratuam vitin e kaluar, ku ndër më kryesoret mund përmendim rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme, kompensimin e TVSH-s në bujqësi, rimbursimin e divës, paqen fiskale, apo dhe fshirjen dhe faljen e detyrimeve tatimore dhe doganore. Përsa i përket të ardhurave të gjeneruara nga procesi i rivlerësimit, procesi i cili në fakt nisi në shkurt të vitit 2026, të ardhurat kapin vlerën e 5 miliard lekëve, apo rreth 50 milionë euro. Kjo shifër në fakt e arktuar deri tani është pothuajse e njëjtë me atë të procesit të fundit të bërë nga rivlerësimi në vitin 2022, e cila në total për gjatë gjithë vitit 2022 ishte në masën 5.6 miliard lekë. Kjo në fakt tregon që ka një interes lartë të qytetarëve, dhe ecuria tregon se deri në përfundim të procesit, i cili do të jetë deri në 31 dhjetor 2026, të ardhurat do të jenë më të larta se sa nga procesi i fundit. Përsa i përket kompensimit të TVSH-s në bujqësi, deri në datën 27 korrik pra të këtij viti, kemi pasur në total 2397 aplikime nga fermerët.